Ministrja e Drejtësisë Albolena Axheu ka bërë të ditur se janë hapur në gjithë territorin e Republikës së Kosovës 82 zyra notariale. Nga ky numër, 5 notar do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre notariale në komunën e Gjakovës. Krishtin Këndusi, notar, tha se është i kënaqur që do të ofrojë shërbimet që i kanë kompetencë notarët. Notari merret kryesisht me procedura një kontestimore. Merret me përpilimin e kontratave të ndryshme, përpilimin e trashëgimisë, testamente, akte mbërvet, autorizime, deklaratat, gjithë procedura jo kontestimore përfshihet në shërbimin notarial të Kosovës. Notari Arjan Rizvanolli thotë se gjithçka është bërë gati me kohë për punën në notarinë e tij. Ditën e parë mirë është pak maqet mund bëhet që është edhe periudha e punës, po është ndoshta edhe një kohë ku vetë është qetësi, po ka pas kërkesa për ofrimin e shërbimeve, tash tutje presim që të punojmë dhe të vazhdojmë, çka është në kompetencat e kërkuara, notariale që kërkuan. Rizvanolli thotë se me licencimin e tyre do të lehtësohen edhe shërbimet për të gjithë qytetarët. Ka kaluar një periudhë e gjatë lidhur me ofrimin e shërbimeve notariale, kështu që kompetenca e shërbimeve notariale vetëm është rritur, kështu që me shtimin e notarëve të rinj, në komunën e Gjakovës, ofrimin e shërbimeve notariale karshi qytetarëve do të jenë më efektive, më të shpejta, nuk do të ketë radhë siç ke edhe pyetja, dhe do të mundohemi që gjithçka që është përcaktuar në brenda kompetencave notariale dhe parashikuar me ligj, të ofrohet qytetarëve sa më shpejt, sa më efektiv. Sipas ligjit, në fuqi çdo notar duhet të ofrojë shërbime për 10.000 qytetarë, e në komunën e Gjakovës tashmë janë 7 notar.